Këto janë të gjitha produktet që ju duhen për të bërë thonjtë tuaj në shtëpi. Kjo është freza e cila do të bëj pastrimin e kutikulave tuaja, vendoset në këtë mënyrë, është me bateri dhe do të pastrojmë thonjtë kështu. Në momentin që jeni të kënaqur me pastrimin e kutikulës në thonjtë tuaj, do të filloni ta prisni me prerësen e kutikulave në këtë mënyrë, pa i prerë shumë thellë. Pasi kutikulat i kemi prerë në të gjithë gishtat, do të pastrojmë me lim pllakën e thojit për të hequr shkëlqimin. Pra thjesht do të heqim shkëlqimin në thua pa ushtruar shumë presion. Unë kam gjetur tipsat dhe do të ngjisim tipsin këtu. Unë i di të gjithë numrat që më përshtaten me thonjë dhe tipsi duhet të jetë i barabartë, pra nuk duhet të dali më shumë, pra të dali kështu dhe të preki mishin, apo të jetë më i vogël, sepse do të hapet. Pra duhet të jetë i barabartë me thonjë. Dhe do të marrim ngjitësin e tipsit, do ta vendosim në tips, tek pjesa këtu ka një hark të vogël, e cila tregon që aq duhet mbushur me ngjitës. Dhe do ta mbajmë tipsin në këtë mënyrë, do ta rrëshkasim për poshtë dhe do ta ngjisim në mënyrë që të mos ketë fluska. Kështu do të duket kur ngjitet, pra nuk ka asnjë flusk në tips. Pasi kam gjetur të gjithë tipsat, do t'i pres. Këto tipsat janë shumë të gjatë. Po, do t'i bëj thonjtë shumë të shkurtër. Dhe do t'i pres të gjithë. Tani do t'i japim formë thojit. Unë i kam bërë oval të shkurtër dhe do të limojmë pjesën e tipsit që t'i heqim të gjithë shkëlqimin dhe do t'i jap formën. Tani do t'i pastrojmë pak thonjtë me alkol. Fillim do të vendosim bazën në thua. Duhet të sigurohemi që produktet të mos i prekim as pak në lëkurë, sepse në këtë mënyrë hapen thonjtë. Dhe do të bëjmë shtresën e bazës komplet në pjesën e thojit dhe do ta pjekim për 60 sekonda. Pasi kaluan 60 sekonda, do të marrim xhelin. Unë përdor xhelin në shishe sepse është shumë i thjeshtë në përdorim. Dhe do të bëj një shtresë shumë të hollë në të gjithë thonjtë. Dhe më pas do të vendos pak më shumë sasi. Dhe do ta aplikoj në këtë mënyrë duke rrotulluar xhelin aty ku unë dua. Do ta kthej thonjën në këtë mënyrë që t'i jap pak formë. Dhe do ta shikoj në këtë mënyrë. Nëse më pëlqen, do ta vendos direkt në furrë. Dhe do ta pjek përsëri për 60 sekonda. Pasi të gjithë thonjtë janë mbushur me xhel, do të marrim pak alkol dhe do të heqim këtë shkëlqimin që lë xheli në thua. Dhe unë nuk i limoj thonjtë, por vendos direkt ngjyrën sepse i bëj shumë të hollë dhe mundohem që mos të bëj fare gunga në aplikimin e xhelit. Dhe tani do të vendos direkt ngjyrën. Në setin e thonjve do të përfshihet një ngjyrë, të cilën ju mund ta zgjidhni vetë sipas dëshirës ngjyrën që keni dëshirë. Unë do të vendos ngjyrën e zezë në thua. Dhe do ta lyej të gjithë thonjtë. Dhe të furrë. Pasi ka kaluar 1 minutë, do të bëjmë dhe një shtresë tjetër, që ngjyra të jetë e plotë. Dhe do ta pjekim përsëri për 1 minutë. Tani do të vendos dhe shkëlqyesin. Do të vendos vetëm një shtresë shkëlqyesi në të gjithë thonjtë. Dhe do ta fus në furrë për 60 sekonda.
Tani do të limojmë përsëri pjesën e poshtme të thonjve për të hequr të gjitha cepat në qoftë se ka. Dhe thonjët të duken kështu. Kjo është diferenca midis thonjve. Të gjitha produktet që unë kam përdorur në video janë të përfshira në set. Për porosi, na kontaktoni!